السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat sallallahu alaihi wasallam. Mesazhi që solli I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte për qëllim që njerëzit të besojnë në Zotin e vetëm e të pashoq, ta adhurojnë atë, të vendosin tauhidin, pra njëshmërinë e tij dhe të përpiqen për të, si dhe të përmbushin të drejtat e robërve të tij. Po ashtu, synimi ishte që njerëzit, pra muslimanët, të bëheshin një ummet I vetëm e të bashkëjetonin si vëllezër. Mirë po sot, megjithse ne pretendojmë të themi të njëjtin shahadet, besojmë në la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, brenda nesh ka përçarje dhe nuk ka unitet. Veprat tona nuk përputhen me mësimin që ne pretendojmë të ndjekim. Si pasojë, nëse mendojmë për gjendjen aktuale të botës muslimane, ajo është tejet shqetësuese. Edhe pse disa vende islamike kanë pasuri dhe burime natyrore, megjithatë, përpara superfuqive të botës, ato nuk kanë ndonjë pozitë të veçantë. Po ashtu, ato nuk kanë as ndonjë rol të dukshëm për përparimin e fesë dhe as përpjekjet për të zbatuar mësimet islame nuk duken në atë mas që duhet. Rezultati është I qartë, siç e kam thënë edhe më parë shumë herë. Në një situatë të tillë, të tjerët përfitojnë nga kjo gjendje. Prandaj, qeveritë e shteteve islamike, politikanët dhe mbretërit e tyre duhet të përpiqen që në vend se të kërkojnë vetëm interesat e tyre personale, të mendojnë se si ummeti islam të bëhemi një dhe për këtë duhet të bëjmë përpjekje të mëdha. Vetëm atëherë do të mund të shpëtojmë nga sulmet e botës, do të mund të ruajmë dinjitetin ton dhe do të mund të ndalojmë forcat kundra islame të përçajnë radhët tona. Në këtë drejtim, duhet të mendojmë edhe për një çështje tjetër. Çfarë zgjidhje I ka sjell Allahu I Madhërisëm në këtë epokë? Cili është ai organizim hynor që nëse e pranojmë dhe veprojmë sipas tij, mund të shpëtojmë nga këto probleme dhe mund të bëhemi një ummet I vetëm. Organizimi që ka vendosur Allahu është se ai ka dërguar Mesihun e premtuar, imamin e kohës, që të krijojë një ummet të bashkuar. Pra duhet të mendojmë për këtë zgjidhje. Kur vendet e botës islame
të mendojnë për këtë çështje, vetëm atëherë do të mund të shpëtojnë nga trazirat dhe fitnet që po ngrihen kundër tyre. फसादों से बच सकेंगे। Sidoqoftë, बहरहाल si Ahmedian, अहमदी होने की हैसियत से përpjekja dhe lutja jonë është që Allahu i Madhërisëm ta bashkojë umetin musliman मुस्लिम उम्मत को dhe t'i shpëtojë ata nga këto trazira e padrejtësi në të cilat sot po vuajnë. Prej kohësh kam folur për gjendjen e botës. एक अरसे से मैं कह रहा हूँ Fillimisht mendohej se ndoshta vetëm Evropa dhe vendet e tjera perëndimore do të bëheshin shkaku i këtyre rrethanave. इन हालात की वजह बनेंगे Në të vërtet, ato po bëhen shkak, बन ही रहे हैं। por edhe vetë vendet islamike janë bërë मालिक भी shkak i kësaj situate. बने हुए हैं। Në fakt, इसके लिए këto fuqi perëndimore fillimisht krijuan përçarje në vendet islamike फसाद dhe pastaj duke i dhënë vazhdimisht hov kësaj përçarje फसाद को e përhapën atë nga një vend në tjetrin. उसे एक से दूसरे मुल्क तक फैलाते चले गए। इसके पीछे Planet e tyre janë të qarta. Ata तो जाहिर है duan që me forcën e tyre ताकत के të जरिए marrin nën kontroll burimet e këtyre vendeve dhe t'i përdorin për interesat e tyre. और उन्हें अपने ज़ेर इस्तेमाल लाना चाहते हैं। Edhe pse disa vende arabe ममालिक के पास kanë pasuri, siç e përmenda më parë, अभी मैंने कहा megjithatë, këto fuqi perëndimore i kanë mbajtur ato nën kontrollin e tyre. उन्हें अपना ज़ेर नगीम बनाए हुए हैं। बहरहाल Ajo që kam thënë prej kohësh, से si para të huajve, ashtu edhe para vetë muslimanëve, sot po shfaqet qartë në rezultatet që po shohim. इनके नताइज हम बहुत खुलकर देख रहे हैं। Kur nuk duhet të harrojmë हमेशा se याद रखनी चाहिए këto forca dejalliste nuk dëshirojnë kur që muslimanët सुकून से të jetojnë në paqe dhe qetësi. नहीं देखना चाहते। Agenda e tyre kryesore është që në botën muslimane में të krijohen vazhdimisht përçarje dhe konflikte. Këto superfuqi सारी ताकतें dejalliste धोखा देती रही हैं। gjithmonë i kanë mashtruar vendet arabe जहाँ तेल की aty ku ka pasuri të naftës apo burimet e tjera, duke thënë se ne po bëjmë marrëveshje me ju për vendosjen e paqes. Por, në të vërtet, दर हकीकत planet e tyre të brendshme kanë qenë krejtësisht të tjera, dhe sot ato आज खुलकर सामने आ चुकी janë bërë të qarta. बस हमारा Prandaj, detyra jonë sot është që të përulemi para Allahut të Madhërisëm me lutje, veçanërisht për botën muslimane, दुआ करें। sepse ajo ka shumë nevojë për këtë. Nëse analizojmë luftrat që po ndodhin sot në lindjen e mesme, पुलिस में bëhet shumë e qartë हम देखते हैं और ये बड़े se बात बड़ी वाज़ेह होती Shtetet e Bashkuara है कि अमेरिका ने kanë vendosur बहुत सारे मुस्लिम shumë baza ushtarake në vendet muslimane. Por pse janë vendosur këto baza? इसकी क्या वजह है? A janë për mbrojtjen e këtyre vendeve? Nga kush kërcënoheshin në të vërtet vendet arabe? उन ताकतों Në ने fakt, këto superfuqi fillimisht krijuan vetë rreziqe dhe pastaj përhapën idenë se ekziston një kërcënim. खतरा है Prandaj është e nevojshme të vendosen baza ushtarake për mbrojtje. कि इन अड्डों को कायम किया जाए Megjithatë, और जिससे खतरा था मुसलमानों को हो këto सकता baza है, उसके खिलाफ से nuk do të përdoren kur kundër atyre që në të vërtet përbëjnë kërcënim për muslimanët. मुसलमानों को इस बात Këto superfuqi gjithashtu i binden vendet islamike duke thënë: "Na jepni baza ushtarake, ne do t'ju sjellim përfitime tregtare dhe do të punojmë për interesat tuaja." हालांकि Në realitet, qëllimi i tyre ishte që të forconin praninë e tyre në këtë rajon përballë कि जो kundërshtarëve të veta. मुखालिफ ताकतें हैं उनके मुकाबले में मजबूत बुनियादों पर अपनी मौजूदगी को कायम रखा जाए। Edhe nëse vendet arabe kishin ndonjë rrezik, अभी ai në të shumtën e rasteve ishte i krijuar nga vetë këto superfuqi.
वरना तो इनके Për ndryshe, mes vendeve të rajonit बात नहीं थी। nuk kishte ndonjë rrezik të tillë serioz. इन्होंने ये अड्डे Këto baza u vendosën për të ruajtur epërsinë e tyre në rajon, इनकी si ndaj botës jo islame, ashtu edhe ndaj botës islame. और इस्लामी दुनिया पर भी अपनी बर्तरी कायम करना चाहते थे। Irani gjithmonë ka qenë तो हमेशा një pengesë për to इन लोगों dhe को टकता रहता था। për shkak të dallimeve në besime, इख्तिलाफ की वजह से edhe disa vende islamike ishin kundër tij. इनके मुखालिफ थे। Këtë situatë këto superfuqi e shfrytzuan. Meqense se politika e Iranit ndaj Izraelit është më e ashpër, ata menduan se mënyra më e përshtatshme ishte që t'i bindnin vendet arabe dhe të vendosnin baza ushtarake aty अड्डे कायम किए। në mënyrë që të sigurohe mbrojtja e Izraelit dhe Irani të mbahej nën और presion. ईरान को खौफजदा करने के लिए अपनी मौजूदगी कायम रखी जाए Rezultatet e kësaj janë tashmë të dukshme. और हम इसका नतीजा देख भी चुके हैं। Për shkak të këtyre bazave, की वजह से vendet arabe अरब ममालिक पर भी do të bëheshin objekt sulmesh dhe janë bërë, जो बिलाखिर हुए gjë që ka dëmtuar ekonomitë e tyre. तबाह हुई। Në vendet ku ka pasuri të naftës apo turizëm, इन pasojat negative janë असरात të mëdha. और पड़े। Nga kjo situatë kanë përfituar pikërisht këto superfuqi ताकतों को हुआ है। dhe do të vazhdojnë të përfitojnë edhe në të ardhmen. क्योंकि जब Sepse kur ndodh luftë, होती है edhe ekonomia dëmtohet. मुतासर होती है Atëherë, pala tjetër që sulmon वाले फरीक भी përpiqet të shkatërrojë bazat e kundërshtarit. और दूसरों के Meqense këto superfuqi kishin konflikt me Iranin, क्योंकि उनकी Irani ka vepruar duke goditur bazat amerikane në vendet arabe dhe duke u shkaktuar atyre dëme. नजर आ रहा है कि इसने अरब ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया और उन्हें तबाह किया या नुकसान पहुंचाया। Jo më larg se dje, इसने një gazetar arab लिखा है shkroi se arabët duhet të jenë të kujdesshëm, sepse क्योंकि disa nga këto sulme जो लिखा që जाता है, thuhet बयान कर se रहा है po i kryen Irani mund të कि kryen ईरान नहीं कर रहा। edhe nga vetë Amerika dhe Izraeli. अमेरिका और इसराइल खुद भी कर सकते हैं, Edhe nëse disa sulme janë kryer më parë nga Irani, करेंगे। superfuqit और do të बाद हमलों को kamuflohen për t'i sulmuar edhe vetë. भी की है। Madje disa sulme और उसने ये भी ईरानी लिख दिया है edhe कि मुमकिन ka है कि përgënjeshtruar. अमेरिका और इसराइल इस जंग Gazetari i shkroi gjithashtu se është e mundur që në një moment tjetër Amerika dhe Izraeli të tërhiqen nga kjo luftë, ndërsa vendet e botës muslimane të vazhdojnë të luftojnë mes tyre. Dhe kjo pikërisht është synimi i superfuqive. Hazret Kalifi i 4 i Mesiut të premtuar radhiyallahu anhu, gjithashtu gjatë luftës së Irakut फैलता चला kishte paralemruar se kjo trazir do të përhapej në të gjithë botën, sikur bota muslimane ta kuptonte këtë. Nëse e shqyrtojmë sot situatën, shohim se me fillimin e luftës së Irakut ishin bërë përpjekje për të përhapur pasiguri edhe në vendet e tjera muslimane. Në këto vende इनमें u krijuan përçarje फसाद पैदा dhe që nga ajo kohë në shumë shtete islamike po vazhdon të përhapet pasiguria, gjë që askush nuk mund ta mohojë. Madje बाज në disa raste shohim se vendet muslimane po luftojnë edhe दुनिया में kundër njëra tjetrës. Siç e kam thënë më parë, ये मैंने kjo pasiguri është përhapur दमनी nga vetë fuqitë perëndimore dhe në pamje të jashtme इसके nuk duket ndonjë mundësi që ajo të ndalet, përveç se nëse vjen ndonjë vendim i veçantë खास तब्दील हो nga Allahu i Madhërisëm, उसके लिए भी बहरहाल por कोशिश करनी पड़ेगी për atë muslimanët gjithsesi duhet të përpiqen. कि अल्लाह ताला Prandaj duhet të bëjmë lutje që Allahu i Madhërisëm ta shpëtojë botën muslimane nga kjo pasiguri dhe nga këto trazira, दुनिया dhe që muslimanët të jetojnë në paqe e të jenë vëllezër mes tyre. अमन हो जाए और आपस में भाई भाई बनकर Ky është mësimi i Islamit. यही उनकी
jo që ata të presin kokat e njëri tjetrit. गर्दनें काटने वाले हैं Prandaj detyra jonë dhe और हम एक kjo është dhe prej kohësh po e bëjmë këtë detyrë, të paralajmërojmë si muslimanët ashtu edhe të tjerët, जुल्म से रोकने के të paralajmërojmë si muslimanët ashtu edhe të tjerët kundër padrejtësisë dhe ti vetëdijsojmë për rreziqet, sepse padrejtësia siç po shtohet dita ditës, duket se mund të shpërthej उसी पैमाने पर një luftë e madhe botërore. Madje disa komentues, disa analist मगरबी perëndimor के नजदीक tashmë शुरू हो चुकी है thonë कहता हूं कि se lufta botërore ka filluar. Edhe unë kam thënë se ajo ka filluar, por edhe tani, nëse bota muslimane vepron me maturi, zgjohet dhe bashkohet, एक हो ajo ende mund të shpëtojë nga trazirat e Dejjallit. वो अब भी दजाल के फितनों से महफूज रह सकती है Nëse e shikojmë gjendjen e botës, rreziku është shumë i madh. खतरा बहुत बड़ा है जैसा कि मैंने Siç kam thënë edhe më parë, se cili ndjek interesat e veta dhe kur egoizmi arrin kulmin, तो फिर njeriu më nuk mendon për asgjë tjetër përveç vetvetes. अपने बारे में सोचते हैं Prandaj, duhet të kuptojmë se nëse duam të paksojmë trazirat në botë, kjo nuk arrihet vetëm duke marrë të drejtat tona. Duhet edhe t'u japim të drejtat të tjerëve. देना भी पड़ेगा Nëse bota muslimane e kupton këtë इस बात को dhe u thot miqve të saj në vendet perëndimore se për vendosjen e paqes, अमन के क़याम edhe ata duhet të heqin dorë nga disa interesa. Atëherë क्या छोड़ने mund të arrihet paqja, kurse ato jo që po heqin dorë nga të drejtat e veta, por po u uzurpojnë të drejtat të tjerëve. Prandaj, vendet islamike लेना होगा duhet të thonë qartë, veproni me drejtësi, vetëm pas kësaj mund të shohim paqe në botë. इसके लिए जैसे Prej kohësh unë i kam paralajmëruar njerëzit për këtë çështje. Në atë kohë disa kur më dëgjonin thoshin se këto fjalë janë shumë pesimiste dhe se një luftë e rrezikshme botërore nuk mund të ndodhë. रखते हो कि दुनिया खतरनाक जंग में Por शामिल हो जाएगी sot të njëjtët njerëz po thonë se ajo që dikur duke e pamundur इस चीज को हम tani नामुमकिन समझते थे është bërë e mundur dhe po ndodh dhe luftrat tashmë kanë filluar. जंगें शुरू हो चुकी हैं Edhe analistët e tyre në Amerikë dhe Evropë जो अमेरिका और tani यूरोप में po बैठे shkruajnë se fillimi लग गए हैं i luftës botërore tashmë ka ndodhur हो चुकी हैं जैसे कि पहले मैंने dhe se ajo do të vazhdojë të zgjerohet. Përsa kohë që këto fuqi do të vazhdojnë të ndjekin interesat e tyre të padrejta, कोशिशें करते रहेंगे nuk ka gjasa që ky rrezik të ulet. होने का कोई इम्कान नहीं Kur shpërthen lufta, जंग होती है dëmi prek të dyja palët. दोनों तरफ से होता है। Lufta që po zhvillohet në lindjen e mesme, हो रही है sipas disa deklarimeve, को तो ये जंग filloi kur Amerika sulmoi Iranin. Megjithatë, Irani ईरान ने qartazi kishte paralajmëruar më parë se nëse sulmohe, कि अगर हम पे हमला do të godiste bazat amerikane ममालिक में në vendet arabe. हैं जो उन्होंने Kur lufta filloi, नहीं बनाए थे Irani और अब वो u मकसद bombardua. कर रहे हैं। हम इन पर हमला करेंगे ईरान ने वादे तौर पर कहा था फिर जब जंग शुरू हुई Pra, Irani u bombardua, तो qytetet e tij u shkatëruan dhe shumë civil, किया गया përfshir gra dhe fëmijë, को मारा गया u vranë. इनके Madje u sulmua edhe vendbanimi i udhëheqësit të tyre shpirtëror को dhe shumë antar të familjes së tij उनके अक्सर अफराद humbën jetën. की जिंदगी का खात्मा किया गया Këto superfuqi pretendonin तो ये ख्याल था dhe ngrinin slogane madje लगाते थे se duke rrëzuar regjimin को खत्म करेंगे तो फिर do t'i sillin liri popullit iranian, लेकिन por rezultoi e kundërta. हुआ जो Edhe ata sadopak अलग भी थे që kishin kundërshtime ndaj regjimit, वो भी tani u bashkuan rreth tij, हो गए kurse और udhëheqësi i tyre shpirtëror, Ayatullah Khamenei, नाम है u konsiderua si इनका martir, शहादत का मुकाम मिल गया dëshmor, और इस शहादत dhe के për shkak të मुकाम की वजह से kësaj
respekti ndaj tij te populli u shtua edhe më shumë, बच्चों को भी मार दिया गया। sepse për iranianët खानदान को ai jo vetëm që sakrifikoi veten, por edhe gjithë familjen e tij. हुआ Kështu, kjo padrejtësi jo që ndryshoi regjimin në Iran, उनकी इज्जत përkundrazi, तमाम और ज्यादा बढ़ ja shtoi respektin mes popullit. बहरहाल Si reagim ndaj këtyre sulmeve, रद्द edhe तौर पर Irani goditi bazat amerikane në vendet arabe. जो मगरबी Përveç ताकत kësaj, अमेरिका के थे, në disa raste Amerika filloi të pretendojë se Irani kishte sulmuar edhe rajone të naftës në Arabinë Saudite अमेरिका ने धमकी dhe दी paralajmëroi se do të ndërmerrte masa të ashpra. सऊदी अरब के फलां तेल के इलाके पर हमला किया तो हम यूं कर देंगे और बाज जगह कहा भी कि हमला कर दिया Megjithatë, इसलिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे Irani deklaroi qartë se nuk kishte kryer sulme ndaj këtyre vendeve dhe as nuk kishte një qëllim të tillë. Kjo është një tjetër përpjekje मुसलमानों के खिलाफ për të krijuar urrëtie mes muslimanëve nga ana e superfuqive. Siç përmenda më parë, edhe disa gazetarë kanë shkruar se është e mundur që disa nga këto sulme एक जर्नलिस्ट का मैंने बयान पढ़ा ने कहा है të jenë kryer nga vetë këto superfuqi dhe pastaj të jenë atribuar Iranit. जैसा कि मैंने कहा है Në këto rrethana, ने bota muslimane duhet të veprojë me shumë maturi dhe mençuri. Por ne si Ahmedian, megjithse ndjejmë dhimbje për këtë gjendje, दर्द रखने के jemi të मजबूर हैं, kufizuar. हम कुछ कर नहीं सकते Nuk mund të bëjmë gjë tjetër përveç se t'i paralajmërojmë, उनके të bëjmë dua, të lutemi për ta समझाने की कोशिश dhe të përpiqemi të shpjegojmë se ajo që po ndodh është e gabuar. मुसलमान हुकूमतें Nëse qeveritë muslimane edhe tani e kuptojnë këtë dhe vendosin përpara बल्कि jo vetëm उम्मा के interesat e vendeve të tyre, por edhe interesat e ummetit musliman dhe nuk tradhtojnë njëri tjetrin, atëherë ende mund të shmanget një pjesë e këtij dëmi. के अरब ममालिक Megjithse në disa vende arabe kanë pasuri të mëdha të naftës, दौलत है ato nuk kanë kapacitete të mjaftueshme mbrojtëse dhe as industri të zhvilluar. Vetëm pasuria e naftës ose zhvillimi i turizmit nuk mjafton për zhvillimin e vendit. तरक्की नहीं हो सकती इसका Ekonomitë e tyre varen plotësisht nga bota perëndimore dhe nga superfuqitë e mëdha. जैसा कि मैंने कहा इनकी इसी Siç ju thash, duke përfituar nga kjo dobësi, këto superfuqi perëndimore kanë vendosur baza ushtarake në rajon. ईरान के खिलाफ जंग Kur filloi lufta me Iranin, Irani goditi këto baza amerikane në vendet arabe. शुरू कर दिए ना अरब मुल्कों हमले नहीं किए बल्कि Megjithatë, पर हमले किए हैं। superfuqitë लेकिन अब tani po përhapin idenë të vendet arabe, duke u thënë Irani po ju sulmon ju, कि अब ये जंग ndërkohë që në realitet तैयार कर चुकी है Irani po godet bazat amerikane. की तरफ से मिसाइल फेंके जा रहे हैं जिन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिकियों ने अपना एक दिफाई निज़ाम तो बनाया हुआ है लेकिन तजदिया निगार अब ये लिख रहे हैं कि अगर Siç është e ईरान qartë, 50,000 kjo डॉलर का luftë tashmë ka marrë një formë shumë të rrezikshme. Irani po lëshon raketa dhe për t'i ndalur ato Amerika ka vendosur sisteme mbrojtëse. Por analistët thonë se nëse Irani përdor një raketë që kushton rreth $50,000, për ta rrëzuar atë përdoren disa raketa mbrojtëse që kushtojnë disa miliona $. कि मुआशी लिहाज Disa analistë madje thonë se nga ana ekonomike kjo po i shkakton humbje Amerikës. से एक ख्याल है Por kjo është vetëm një supozim, sepse këto superfuqi i llogarisin mirë të gjitha shpenzimit. और पूरा जायजा लेती हैं उन्होंने Unë nuk mendoj se këto superfuqi do t'i heqin vetë këto humbje financiare, ये नुकसान përkundrazi, ऊपर डालेंगे do t'ua taksojnë vendeve arabe, वसूल कर रही होंगी me arsyetimin कि हम तुम्हारे se po ju mbrojmë ju. एक तरफ Nga njëra anë, puset e naftës të vendeve arabe po mbyllen, बढ़ रही है çmimet po rriten, और तेल की ndërsa në anën पैदावार tjetër, में कमी आ रही है këto vende तो दूसरी तरफ do të ये नुकसान detyrohen të paguajnë edhe kostot e mbrojtjes. Si pasojë, rezervat e tyre ekonomike do të paksohen dhe në fund ekonomia e botës arabe do të pësojë dëme të mëdha. की मशीद को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा
edhe pse disa pasoja mund të prekin edhe को भी नुकसान होगा, fuqitë më dha, लेकिन सबसे dëmi më i madh do t'i godas vendet arabe. और इस बात Dhe këtë ata duhet ta kuptojnë sa më parë. Tani shohim se presidenti कि अमेरिका aktual के सदर i Amerikës po zbaton की पॉलिसी को ही në praktik të njëjtën politikë që kanë ndjekur edhe qeveritë e tyre të mëparshme. बल्कि हमेशा Kjo nuk është vetëm politika e kësaj qeverie të sotme, përkundrazi, prej kohësh politika e tyre ka qenë që kudo që të dëshirojnë और फिर किसी të marrin me forcë nën kontroll लक्ष्य पैदा करने की burimet e कि ये वजह हुई një vendi वजह हुई। edhe pastaj të përpiqen कि अब तो të gjejnë ndonjë arsyetim për ta justifikuar veprimin e tyre. वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, Madje edhe zëvendës presidenti aktual i Amerikës ka deklaruar duke thënë, nëse një vend i caktuar nuk bashkohet me ne, तो हम do të marrim forcërisht burimet e atij vendi, derisa ta detyrojmë atë që të bashkohet me ne. जो ममालिक Kështu, जंग में शामिल नहीं vendet që nuk përfshihen në luftë përballen me sanksione dhe ndëshkime ekonomike. पिछले दिनों स्पेन Ditët e fundit, kryeministri i Spanjës tregoi guxim duke thënë, vendi ynë nuk do të marrë pjesë në këtë luftë dhe nuk do të lejojmë që bazat tona ushtarake të përdoren. Si përgjigje, तुम्हारे साथ ata morën kërcënime se Amerika do të ndërpresë marrëdhënie tregtare me Spanjën. Kështu, përmes presionit dhe metodave të padrejta, shtetet dhe popujt detyrohen të bashkohen me ta. कि वो इनके साथ Në një situatë të tillë, drejtësia हाल में nuk ekziston më. साफ तो कहीं बाकी नहीं रहा, Dhe kur drejtësia zhduket, साफ ना रहे atëherë shfaqen shkatërime dhe pasoja shumë të rrezikshme, खतरनाक të cilat करते हैं, tashmë po shihen पैदा हो रहे हैं, dhe në të ardhmen mund të jenë बल्कि edhe më të rënda. इससे भी ज़्यादा खतरनाक नतीजे, बहुत भयानक नतीजे पैदा होंगे। Para disa ditësh, në Parlamentin Evropian, पार्लियामेंट में një deputete spanjolle जो स्पेनिश हैं foli hapur उन्होंने për këtë çështje. बड़ा खुल के वहाँ बयान दिया Ajo theksoi se në Amerikë, कि किसी जंग में në asnjë luftë të saj, औरत को आज़ादी नहीं मिली, pra, औरत थी उन्होंने, nuk thot Amerika në asnjë luftë të saj क्योंकि कहते हैं nuk u ka sjell liri grave. दावा है, Dhe duke qenë vetë grua, ajo ngriti këtë pikë sepse amerikanët pretendojnë se po luftojnë për lirinë e grave iraniane. Ajo tha se ky pretendim është i pavërtet dhe se një luftë e tillë nuk do t'u sjellë kurrë liri grave iraniane. Sipas saj, Amerika asnjëherë nuk ka zhvilluar luftë për të çliruar gratë dhe nuk ka arritur t'u sigurojë atyre liri. कामयाब हुए हैं। Në thelb, बहरहाल edhe pse ऐसा ये है, Amerika kishte tashmë një lloj dominimi në këto vende, एक हद तक गुजारा tani थी duke përfshirë hapur edhe Izraelin në këtë proces, इजराइल को खुलेआम शामिल करके इस ky dominim po forcohen किया जा रहा है। edhe më shumë. Këtë dominim po forcon edhe më shumë. इस्लामी ममालिक की बात नहीं समझते, Megjithatë, vendet arabe dhe ato islamike nuk po i kuptojnë se përmes presionit, metodave të padrejta dhe dredhive dejalliste, फंसाया जा ato po shtyhen drejt një situate ku do të luftojnë kundër një vendi tjetër islamik. Në këtë mënyrë, muslimanët do të përballen me muslimanët. Ndërkohë, बहरहाल Rusia dhe Kina po krijojnë bllokun e tyre. अपना ब्लॉक बना रहे हैं, Është e qartë se këto blloqe që po formohen ब्लॉक sot जो बन रहे हैं, do të vazhdojnë të rriten dhe të forcohen edhe më shumë në të ardhmen. होंगे। Si pasojë, इस्लामी दुनिया bota islame rrezikon të mbetet fush beteje, बनी रहेगी, sepse ajo zotron burime të mëdha से वसाइल që këto superfuqi duan t'i kontrollojnë. करना चाहते हैं। Sikur muslimanët आज मुसलमान ta kuptojnë këtë dhe të vepronin me mençuri. अब ये कहते हैं Tani Amerika का dhe aleatët e saj thonë se sulmi ndaj Iranit u bë sepse ky vend kishte plane të caktuara dhe se nëse ato plane realizoheshin do të kishte pasoja të rënda. यानी सिर्फ एक Ata pretendojnë se Irani mund të zhvillonte armë bërthamore dhe për këtë arsye u ndërmor sulmi. Pra, duke krijuar vetëm një supozim apo skenar të mundshëm, e nisën luftën. Kjo është në thelb një formë presioni dhe imponimi. निगारों ने भी Edhe disa analistë perëndimor tani po pranojnë se shkatrimi i Iranit ose zhvillimi i një lufte kundër tij nuk është aq i lehtë sa ishte menduar. Irani është një vend i madh dhe i gjerë dhe zotron një farfuqie. कुछ ना Prandaj, kjo luftë और ये mund të zgjas për një kohë të gjatë. वो कि इसका नुकसान Edhe pse है कि
Kjo do të ndikojë negativisht në ekonominë e gjithë botës. Ndikimi më i madh do të ndihet në botën muslimane. अगर फिर Por gjëja më e dhimbshme është se në këtë konflikt muslimanët po derdhin gjakun e muslimanëve. Muslimanët duhet të kenë frikë nga ndëshkimi i Allahut të Madhërisëm. करना चाहिए Janë vrarë qindra fëmijë dhe shumë civil të pafajshëm. Edhe disa analistë në vendet perëndimore kanë shkruar se nëse ndodh një sulm në Izrael, në Amerikë apo në ndonjë vend tjetër perëndimor dhe vriten disa fëmijë, atëherë gazetat mbushen me artikuj dhe diskutime për ditë të tëra. Por në vendet islamike, एक स्कूल पर बमबारी करके kur bombardohen shkolla dhe vriten qindra fëmijë, atje pothuajse askush nuk flet për këtë. Kjo ndodhi më parë në Palestinë, tani po ndodh edhe në Iran. होता है Duket sikur इनकी नजदीक në thon ata, जान की në sytë e tyre jeta e një muslimani nuk ka asnjë vlerë. Sidoqoftë, Allahu i Madhërisëm u dhënë mençuri muslimanëve që të veprojnë me maturi dhe të përpiqen të zgjidhin problemet duke u ulur bashkë e duke dialoguar. तौहीद का दावा करने वाले Kur ata pretendojnë se besojnë në tauhid, pra në njëshmërinë e Allahut, atëherë duhet të krijojnë edhe unitet इल्जाम तराशी për vendosjen e tauhidit, për vendosjen e njëshmërisë së Allahut. Nuk duhet të krijojnë akuza të ndërsjella për të hapur konflikte të reja. की वजह से भी झगड़े Shpesh thuhet se për shkak të dallimeve në besim po rriten konfliktet. Është e vërtetë आपस में जो që në mesin e muslimanëve ka konflikte dhe për shkak të bindjeve fetare सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ka konflikte. Ndërkohë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte aq i kujdesshëm dhe aq i dhëmshëm saqë kur disa sahabë i thanë se një person ishte, pra për një person të caktuar thanë se ishte hipokrit, pra munafik, ai u përgjigj, për sa kohë që ai thot la ilaha illallah, unë nuk mund të them asgjë kundër tij dhe as ju nuk duhet ta quani hipokrit atë. की बात पर Prandaj, झगड़े करना të krijojnë grindje për gjëra të vogla është në të vërtetë muslimanët vetëm se e dëmtojnë vetveten. अब भी वो समझ जाएं Allahu i Madhërisëm u dhënë me muslimanëve mençuri edhe në këtë कि çështje. खिलाफ ना हो जाएं Edhe tani, ata duhet të kuptojnë se nuk duhet të dalin kundër Iranit vetëm për shkak të bindjeve fetare. Islami ka ardhur për vendosjen e tauhidit, për vendosjen e njëshmërisë së Allahut. Prandaj, duhet të përpiqen për këtë qëllim. अल्लाह ताला की Vendet islamike nuk duhet t'i konsiderojnë superfuqitë si zotat e tyre, sepse fuqia e përhershme i takon vetëm Allahut. और ये जो Nëse ato do t'i pandehin këtë superfuqi si mbështetje kryesore të tyre, atëherë këtë superfuqi do të marrin në kontroll një nga një të gjitha vendet islamike dhe do të zhduket edhe sundimi i tyre që është në dukje në sundim. मुस्लिम दुनिया का मसला Prandaj, ende ka kohë për të zgjuar dhe për të kthyer drejt Allahut. में अल्लाह ताला Këta njerëz को हिदायत देते हुए të dhënë pas botës kanë shkatruar paqen dhe qetësinë e botës, veçanërisht të botës muslimane, dhe në të ardhmen do të vazhdojnë ta bëjnë këtë. Në Kur'an, Allahu i Madhërisëm i udhëzon muslimanët duke thënë: असलिहु "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati तफिया tabghi hatta tafiya ila amri Allah وإن فعل fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu وأقسطوا inna Allaha yuhibbul muqsitin." Domethënë, pra përkthimi i këtij ajeti është: nëse dy grupe nga besimtarët luftojnë me njëri tjetrin, bëni pajtim mes tyre. फिर अगर सुलह हो जाने के Nëse njëri prej të dyve rebelohet mbi tjetrin, luftoni kundër atij që është rebeluar, derisa ai të kthehet te vendimi i Allahut. यहाँ तक कि वो अल्लाह के E kur kthehet, pajtojini me rregullsi dhe bëni drejtësi. अदल के साथ Sigurisht, Allahu i do ata që punojnë me drejtësi. और इंसाफ को मद्देनजर रखो अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद Ky parim, pra ky është parimi që është i domosdoshëm jo vetëm për paqen në botë, por sidomos për botën muslimane, sepse मुसलमान दुनिया Allahu i Madhërisëm muslimanëve u ka dhënë këtë udhëzim të qartë në Kur'anin e Shenjtë. ताला ने कुरान करीम में उनके लिए ये वाज़ेह हिदायत फरमाई Prandaj, duhet të përmbushni kërkesat e drejtësisë dhe të panësisë. Edhe organizata e vendeve islamike duhet të luajë rolin e saj në këtë drejtim. Gjithashtu, duhet keni të qartë कि सुलह kur ndërmerrni përpjekje për pajtim, nuk duhet të vihen përpara करना चाहिए interesat personale, क्या वजूहात हैं por duhet të shqyrtoni shkaqet e vërteta të konfliktit. जो हमें
Dhe këto shkaqe janë të dukshme, të qarta. Forcat dejalliste dëshirojnë të nxisin përçarje mes nesh. Edhe organizata si Kombet e Bashkuara nuk kanë luajtur ndonjë rol pozitiv në këtë drejtim. Madje sot edhe njerëzit kanë filluar ta kritikojnë këtë organizatë. Andaj, nëse veprojmë duke u ngritur mbi interesat personale dhe mbi interesat e një shteti të vetëm, atëherë mund të shpëtojmë. Përndryshe, do të bijem në duart e forcave dejalliste. Andaj, të gjitha shtetet islamike kanë nevojë të bashkojnë kokat dhe të gjejnë zgjidhje. Në vazhdim të ajetit që ju citova më lart, Allahu i Madhërisht gjithashtu thot: "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Padyshim, besimtarët janë vëllezër, andaj bëni pajtim mes vëllezërve tuaj dhe keni druajtje ndaj Allahut që të mëshiroheni. Edhe nëse lindin mosmarrveshje mes muslimanëve, siç thuhet për dallimet mes Iranit dhe disa vendeve arabe apo mes vendeve të tjera muslimane, ata duhet të kuptojnë se lidhja e tyre themelore është vëllazëria islame. Mosmarrveshjet e vogla nuk duhet të bëhen shkak për të shkatruar këtë vëllazëri. Vendet muslimane duhet të kushtojnë vëmendje të veçantë kësaj çështjeje. Përndryshe, forcat kundra islame, siç u thash, do të përfitojnë nga kjo përçarje. Prandaj, vendet arabe dhe gjithashtu qeveria e Iranit duhet përpiqen të gjejnë një zgjidhje paqësore. Kina dhe disa vende të tjera, përfshirë Pakistanin, kanë ofruar të ndërmjetësojnë për paqe. Sikur bota muslimane ta kuptonte këtë, Allahu i Madhërisht u dhënë mençuri. Sidoqoftë, detyra jonë është që të lutemi veçanërisht për botën muslimane dhe për të pafajshmit. Gjatë muajit të Ramazanit nuk duhet të kufizohemi vetëm në lutje për nevojat tona personale, por duhet të lutemi edhe për ummetin musliman. Allahu i Madhërisht u dhënë mençuri që në botë dhe veçanërisht në botën muslimane të vendosin paqe dhe që muslimani të mos bëhet vrasës si muslimanit. Ata që sot po luftojnë mes tyre dhe po vrasin njëri tjetrin padrejtësisht, po bëhen shkak për zemërimin e Allahut të Madhërisht. Njerëzit e tillë jo vetëm që do të pësojnë humbje në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Prandaj duhet të kushtohet vëmendje e veçantë kësaj çështjeje dhe mbi të gjitha duhet të bëjmë lutje të sinqerta. Allahu i Madhërisht na dhënë edhe neve mundësinë që të bëjmë lutje të vërteta dhe të sinqerta. Sot do të fal disa gjenaze ghaib, pra në mungesë. Do të përmend shkurtimisht disa nga të ndjerët. I pari që dua të përmend është e nderuara Sahibzadi Emetul Jamil, e cila ishte vajza më e vogël e Hazret Kalifit të dytë radhiyallahu anhu dhe bashortja e të ndjerit Nasir Muhammad Sial. Ajo ishte e reja e Chaudhry Fateh Muhammad Sial sahibit, i cili gjithashtu ka shërbyer si misionar i xhamatit. Ajo ndroi jetë para disa ditësh në moshën rreth 99 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. E ndjera kishte bërë vasiyat. Ajo ishte vajza më e vogël e Hazret Sayyede Maryam Begum Ummi Taher dhe ishte gjithashtu më e vogël ndër fëmijët e Hazret Kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Lidhja, pra nikahun e saj e kishte shpallur Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu në vitin 1955, meqense në atë kohë huzuri ishte i sumur, ai e mbajti hutben e nikahut duke qenë i shtrirë në shtrat, bëri edhe lutje. Edhe në atë rast morën pjesë vetëm disa familjarë të afërt. Njëri prej atyre që e ka përshkruar këtë ngjarje ka shkruar se gjatë gjithë ceremonisë, nga fillimi deri në fund, mbi Hazret Kalifi i dytë pra rezatonte një gjendje të veçantë shpirtërore. Më pas në vitin 1956, po Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu organizoi dhe dasmën, pra martesën e saj, dhe e përcolli me lutje. Ajo la pas 4 fëmijë, një djalë Zahir Mustafa, i cili ishte djali i saj i parë dhe të cilin ajo ja kishte dhënë motrës së saj, Sahibzadi Emetul Qayyum, e cila e rriti që nga fëmiria. Gjithashtu e ndjera la pas vajzën
Yasmin Melik, e cila ndodhet në Kanada, Sadia Ahmedin, e cila jeton këtu në Mbretërinë e Bashkuar, dhe Sofia Ahmedin, e cila ndodhet në Rabwa, dhe është bashkëshortja e Nazir Khidmet Darwishan Mirza Samad Ahmed. Nikahun i nderuari Nasir Muhammad Sial kishte dedikuar jetën kur Hazrat Musleh Maudi filloi punën e Fazlehum Research, e caktoi atë për punë kërkimore. Më pas, kur ajo punë kërkimore u mbyll, xhamati i dha leje që të merrej me punën e tij personale. Vajza e saj, Sofia, shkruan se ajo kujdese shumë për të varfërit. Edhe njerëz të tjerë më kanë shkruar se ajo përpiqet të kujdese për nevojat e njerëzve në nevojë dhe të dilte në ndihmë. Nga fëmijëria e saj ka edhe disa ngjarje dhe disa ëndra të Hazrat Kalifit të dytë, pra të Hazrat Musleh Maudit, në të cilat përmendet ajo. Prandaj, me përmendjen e saj, pra me përmendjen e atyre ëndrave, do të ruhet edhe një pjesë e historisë së hershme të xhamatit. Ajo vetë kishte treguar një ngjarje të shtëpisë, nga që pra ishte e bija e Hazrat Kalifit të dytë. Ngjarje që tregon sa shumë parimor ishte Hazrat Kalifi i dytë, Hazrat Musleh Maudi, dhe sa shumë kujdese, sa kujdes kishte për nderimin e punonjësve të xhamatit. Këpucët e Hazrat Musleh Maudit zakonisht liheshin jashtë në një vend të caktuar dhe dikush i pastronte ato. Një herë edhe e ndjera, pra e bija e vogël, vendosi këpucët e saj aty. Hazrat Musleh Maudi i mori në dorë ato dhe pyeti të kujt janë këto. Ai ishte i zemëruar dhe askush nuk foli. Më në fund tha: "Mirë, më tregoni të kujt janë, nuk do të them asgjë." Atëherë ajo tha se ishin të sajat. Ndonse ajo ishte shumë e përkëdhelura e Hazrat Musleh Maudit, ai tha: "Në të ardhmen, nëse nuk mund t'i ilustrosh vetë, atëherë më jep mua, por mos u jep kur punonjësve të xhamatit t'i ilustroj." E ndjera ishte shumë dorëlir në sadaka e lëmosh dhe kujdese për të varfrit. Thuhet kur janë parë regjistrat e saj të vjetër edhe fletoret e saj, aty ishin të shënuara qartë shumë shpenzime të rregullta dhe periodike për ndihmë ndaj nevojtarëve. Nëna Hazrat Meriam Saheba, pra Umi Tahir, i ndroi jetë kur e ndjera ishte vetëm 7 vjeçe. Hazrat Musleh Maudi ka shkruar se kur e morën të ndjerën dhe shkuan në shtëpinë e Sheikh Bashir Ahmed Sahib, ai pa vajzën e vogël, Emetul Jamil, e cila ishte shumë e dashur si për të ashtu edhe për nënën e saj, dhe që ishte vetëm 7 vjeçe, po qante me britma, umi, domethënë nën. Ai shkruan, pra Hazrat Kalifi dytë shkruan se shkoi tek ajo dhe i tha Jimmy, sepse ashtu e thërrisnim me përktheli. Tha, nëna ka shkuar në shtëpinë e Allahut. Aty do të gjej më shumë rehati dhe ky ishte vullneti i Allahut që ajo të shkonte tani. Dhe shiko, tha, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka ndëruar jetë. Gjyshi yt ka ndëruar jetë. A ishte vallë nëna jote më e madhe se ata? Më pas Hazrat Musleh Maudi shkruan: "Atëherë jam lutur, o Zot, mos ia largo mbrojtjen tënde kësaj vajze, qoftë edhe për 1 minutë." Pas kësaj fjale, ajo nuk qau më kur për nënën e saj dhe u qetësua menjëherë. Madje ditën tjetër gjatë xhenazes, kur motra e saj më e madhe bërtiti nga dhimbja dhe humbi ndjenjat, Gjemja ime, pra huzuri thot për vajzën e vet, gjemja ime shkoi tek Meriam Sidika, të cilën fëmijët e quanin Çoti Apa, dhe i tha: "Baji, sa e marrë është mu për motrën thoshte, sa e marrë është." Babi thoshte se vdekja e nënës ishte me vullnetin e Allahut, ajo prapë po qan. Pastaj Hazrat Musleh Maud lutet: "O Zotim, vajza e vogël e saj për hir të kënaqësisë tënde nuk u dëshpërua për vdekjen e nënës. A nuk do ta ruash ti atë në botën tjetër nga çdo pikëllim?" Pastaj Hazrat Meriam Sidika bëri lutje për Hazrat Umi Tahirin dhe ai tha: "O Zoti im i mëshirshëm, të ushqesh një shpresë të tillë prej teje është e drejta e robërve të tu, dhe përmbushja e asaj shprese është e denjë për madhështinë tënde." E ndjera ishte shumë e rregullt dhe në pagesat e çandave, pra të kontributeve, pjesën e saj të pasurisë e kishte llogaritur dhe rregulluar qartë paraprakisht. Kur ndronte jetë në një fshinj, ajo dërgonte rregullisht ushqim në shtëpinë e tyre për disa ditë. Dhe gjithmonë u thoshte atyre
që e vizitonin. Madje më ka thënë edhe mua disa herë, lutuni që unë të kem një përfundim të mbarë. Besa e saj Nusrete thotë se gjyshja e saj përgatitej për namaz që para hyrjes së kohës dhe priste me shumë padurim ardhjen e kohës së namazit. Ajo bënte lutje shumë të gjata, madje kishte përgatitur një listë të njerëzve për cilët bënte dua. Nusretja thotë se kur ishte e vogël friksohej kur dëgjonte lutjet e gjata të gjyshes së saj dhe qarjen e saj në dua. Megjithatë, ajo pra lute shumë për njerëzit e tjerë. Siç përmenda me të ndjerën lidhen disa kujtime të vjetra dhe ngjarje, si edhe disa ëndrat e Hazrat Kalifit të dytë. Hazrat Hadi Ali Sahibi ka shkruar se ajo i kishte treguar se një herë po udhëtonte me makinë bashkë me Hazrat Musleh Maudin, pra e ndjera po udhëtonte me makinë bashkë me Hazrat Musleh Maudin dhe ishte ulur me të në sediljen e pasme. Ajo pa se Hazrat Musleh Maudi, pra Hazrat Kalifi i dytë, po numëronte vazhdimisht diçka me gishta. Atëherë e pyeti, babi, çfarë po numëron? Huzuri ju përgjigj se po bënte një përllogaritje të numrit të misionarëve të tij në të gjitha vendet e botës dhe se i duhen së paku aq qindra mijë misionar në të gjithë botën. Vetëm atëherë do të mund ta njohim botën me Islamin e vërtet, thotë. Kjo tregon etjen e Hazrat Musleh Maudit për tabligh. Ka edhe disa rafime të tjera të ngjashme në këtë drejtim. Ka edhe një ëndër të Hazrat Kalifit të dytë për Hazrat Musleh Maudit dhe për shkak se lidhet me të, po e përmend edhe këtë. Kjo ëndër është e qershorit të vitit 1948. Ai ka thënë se në qershor ndodhej në Nasirabad, Sindh, aty pa në ëndër një minare shumë të lartë dhe të bardhë, të ngjashme me minaren e Kadianit. Në balkonin e katit të poshtëm, pranë derës, ishte ulur vajza e tij Emtul Gjemil, pra e ndjera, dhe ishte ulur krejt lirshëm me këmbët e varura nga balkoni. Pastaj syt ju drejtuan minares dhe pa se nga dera e katit më të sipërm, një kat më poshtë se maja, doli një gjarë për shumë i madh dhe disa metra i gjatë dhe rreth gjysmë metër i trash me ngjyrë të gjelbër. Ai po zbriste drejt katit të poshtëm, po e përmbledh shkurt, sepse përshkrimi është mjaft i gjatë. Më në fund, ai arriti deri te kati mbi pjesën e poshtme dhe pastaj u drejtua nga çatia e katit të poshtëm. Në atë çast, Hazrat Musleh Maudi radhiyallahu anhu shkruan se i shkon mendja se Emtul Gjemil ishte ulur pranë derës në balkon dhe se gjarpri mund të shkonte tek ajo dhe mund të hante. Nga ana tjetër, ai kishte frikë se nëse vajza lëvizte, mund të rrëzohej dhe të lëndohej. Atëherë ai filloi të lutej me shumë përullësi para Allahut të Madhërisëm. Ai thotë se i kujtohet kjo fjali e duas që e bënte me shumë përgjërim. Allahumma a'izzaha li walil jamaatil ahmadiyyati walil ghurabaiha. O Allahu im, shpëtoje këtë për hirin tim, për hir të xhamatit Ahmedia dhe për hir të varfërve të saj. Hazrat Musleh Maudi shkruan se në arabisht fjala ghuraba do të thotë udhëtar, ndërsa në urdu do të thotë të varfër. Allahu e di më së miri nëse këtu është përdorur kuptimi urdu apo ai arab, dhe nëse përmenden të varfrit apo ka ndonjë aludim për udhëtarët. Ai thotë se vazhdoi të bënte këtë dua dhe pa se Emtul Gjemil vet e ndjeu rrezikun dhe filloi të largohej nga dera e balkonit, duke rrëshqitur anash, derisa u largua disa metra. Ndërkohë, gjarpri zbriti nga dera dhe u drejtua nga ajo, por meqense ajo ishte tashmë pak më larg, nuk e ndoqi, por filloi të zbriste drejt tokës. Ai shkruan se kjo ëndër në dukje është shumë e bekuar për vajzën, sepse në të ka dua. Ajo jo vetëm që do të jetë shkak freskie për zemrën e saj, por do të jetë e dobishme edhe për xhamatin dhe për të varfrit. Allahu e di më së miri. Ka edhe disa ëndra të tjera të Hazrat Musleh Maudit në cilat përmendet ajo: Allahu i Madhërisëm e mëshiroft dhe e falt të ndjerën.
Gjenazia e dytë që dua të përmend është ajo e Dr. Rashid Ahmed Khanit, I cili ishte djali I të nderuarit Nizamuddin nga Holanda. Ai ndroi jetë para disa ditësh në moshën 91 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Me bekimin e Allahut ai kishte bërë vasiat. Pas tij kanë mbetur 4 djem e 4 vajza. Babai I Dr. Rashid Nizamuddin Sahibi ishte vëllai më I vogël I Dr. Fatiuddin Sahibit, ish emirit të provincës kufitare dhe pikërisht pra provincës Serhed, dhe pikërisht nëpërmjet tij xhamati ka hyrë në familjen e tij. Në vitin 1905 Mesihu premtuar alayhis salam mbajti një fjalim në Ludhiana. Në atë kohë Fatiuddin Sahibi ishte nxënës shkolle. Mësuesit e shkollës u kishin ndaluar rreptësisht nxënësve që të mos shkonin kurrë për të dëgjuar fjalimin e Mesihut premtuar, duke thënë ai është magjistar dhe do t'ju vër në ndikimin e tij. Është e njëjta akuzë që u është bërë gjithmonë profetëve të Zotit dhe mullahët e kanë bërë edhe ndaj Mesihut të premtuar. Sidoqoftë, Fatiuddin Sahibi shkoi për ta ndjekur fjalimin e Mesihut të premtuar alayhis salam dhe vetëm duke parë fytyrën e tij në atë moshë të vogël ju krijua bindja se ai ishte vërtet prej Zotit. Më pasi përfundoi shkollimin në vitin 1914, gjatë kohës së Hazret Kalifit të parë të Mesihut të premtuar alayhis salam, ai bëri bejatin. I ndjeri Rashid Sahibi ishte njëri shumë I mirë nga natyra, me karakter të pastër, I dashur me njerëzit, I devotshëm dhe ruante fort lidhjet farefisnore. Ai e vinte veten në vështirësi për të tjerët, ishte shumë trim e guximtar, I dashuruar pas kalifatit dhe gjithnjë I gatshëm për çdo lloj sakrifice. Ai ndihmonte të varfrit dhe për kujdese për nevojtarët, pa ia treguar askujt. Shpesh për disa të rinj që kishin hyrë në xhamat dhe edhe kundërshtarët u ngrin pa ditë rreme, ai shkonte edhe për t'u bërë garant për ta. Ai kishte shërbyer edhe në Furqan Force. Ati u dha kjo mundësi e bekuar që së bashku me vjerin e tij Abbas Khan Sahib dhe me vllajin e tij Menzur Sahib të dërgohej nga Hazret Musleh Maudi në zonat e ndryshme të provincës kufitare në kuadër të Vakfe Jedidit, me përgjegjësinë që të rivendosnin lidhjet me familjet e vetra ahmediane dhe të kryenin punën e tabligës. Ata e kryen këtë detyrë me shumë përkushtim dhe në mënyrë shumë të mirë. Ai kishte shumë pasion për tabligh. Një mik, Daulat Khan Sahib, e solli në xhamat dhe ai bëri bejatin. Për këtë u hap çështje gjyqësore edhe ndaj vetë Rashid Sahibit u ngrit padi. Madje u arrestua. Askush nuk dilte për ta garantuar dhe garancia nuk po pranohej. Atëherë Rashid Sahibi vetë së bashku me dhëndrin e tij shkoi atje. Aty ndodhej një turm prej 5000 mullahësh. Ata filluan t'i gjuanin me gur. Një gur e goditi dhëndrin e tij në kokë, ai ra për tokë dhe më pas e rahan. Më në fund, ai u vra aty dhe u arrit gradën e dëshmorit. Pastaj policia, sipas mendësie djallëzore që ata kishin, tha se edhe ata po fitonin sevap dhe filloi forcat policore filluan të godisnin me shelma edhe kufomën e tij. Edhe Rashid Sahibin e rahan aq shumë saqë pothuajse I thyen të gjitha eshtrat e trupit. Mori plagë të rënda. Shenjat e atyre plagëve unë I kam parë edhe më vonë. Kishte gjurmë edhe në fytyrë, edhe në krah, edhe gjymtyrët I ishin të shtrembëruar prej atyre goditjeve, por Allahu I madhrishëm I shpëtoi. Pasi e rahën, e lanë aty duke menduar se kishte vdekur. Më vonë, kur policia po e çonte trupin e tij dhe kur arritën pranë spitalit, ai tha: "Unë jam gjallë, më çoni në filan vend." Mjekët mbetën të habitur se si ishte ende gjallë, por Allahu I madhrishëm donte ta mbante gjallë. Pas kësaj, ai jetoi edhe më shumë se 30 vjet dhe pavarësisht atyre plagëve, mbeti shumë aktiv. Më pas I tha policisë që ta çonte në Peshawar. Atje policia ishte gjithashtu kundërshtare dhe arritja deri atje ishte e vështirë, por nganjëherë ndodh që me para që
që me para disa njerëzve t'u lehtësohen punët. Pra, ai u tha, merrni çfarë shumë e doni prej meje, por më çoni atje. Oficeri i policisë pranoi dhe e dërgoi në Peshawar. Pastaj ai erdhi në Rabwa, u trajtua dhe me bekimin e Allahut, Allahu i dhuroi një jetë të re. Nga njëra anë po e çonin për në morg, dhe nga ana tjetër Allahu i Madhërisht e mbajti edhe 30 vjet të tjerë gjallë, madje një jetë aktive. Edhe në Holand jetoi dhe vazhdoi të shërbente në punët e xhamatit. Edhe në vitin 1974 armiqt i kishin drejtuar pistoletën kur mullahët i thanë shqipto kelimen, pra shahadetin, dhe bëhu musliman. Dhe ai u përgjigj, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Unë them këtë që më parë, besimi im është pikërisht mbi këtë shahadet, atëherë si të bëhem musliman prap. Ata i thanë, jo, shaje Mirza Sahebin, pra Mesiun e premtuar. Ai u përgjigj, unë nuk do ta shaje. Kjo nuk është Islam. Pastaj tha, unë jam njeri që lexoj salavatet dhe veproj sipas mësimit të dërguarit të Allahut. Nuk mund të bëj gjëra të tilla. Më pas ai tregoi se u kishte rrëfyer atyre një ngjarje nga një sahabi kur në luftën e Uhudit u përhap lajmi për shahadetin, pra për rënien dëshmorë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai sahabi tha, mes meje dhe xhenetit gjendet vetëm një hurm. Pastaj e hodhi hurmën mënjan dhe sulmoi vetëm armikun, derisa trupi i tij u coptua. Rashid sahibi thoshte, u tregova këtë ngjarje dhe u thash, mes meje dhe jush nuk qëndron as hurm, madje as ajër, sepse ju ma keni vendosur armën në gjoks, shtypeni këmbën dhe më bëni dëshmor. Por unë nuk do t'i them ato fjalë që ju po kërkoni prej meje, që ta shaj Mesiun e premtuar. Kështu ai tregoi trimëri të madhe. Allahu i Madhërisht e trajtoft, e mëshiroft dhe e falt, i lartësoft gradat dhe u dhënë edhe fëmijëve të tij mundësinë për të vazhduar në rrugën e mirësive. Përmendja e tretë është për të ndjerën Zainab Bibi Sahiba. Ajo ishte bashkëshortja e Bashir Ahmed Sahibit, të ndjerë ishte sadri i xhamatit, pra presidenti i xhamatit dhe imam i xhamis në Çek 275 në Kërtarpur. Edhe ajo ndroi jetë para disa ditësh në moshën 85 vjeçare, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, me bekimin e Allahut. Edhe ajo kishte bërë vasiat. Babai i saj, Ali Muhammad Sahib, ishte shërbyes i xhamis Daruz Zikr Faisalabad, pra në Pakistan. Ajo ishte një grua shumë, pra që lutej shumë, tahajjudin e falte rregullisht, shumë e rregullt në namaze, lexuese e përditshme e Kuranit të Shenjtë, mikpritse, me dashuri të thellë për kalifatin dhe me natyrë shumë të mirë, shumë të pastër. Ajo ndihmonte edhe të varfrit dhe dëgjonte hutben e xumas me shumë rregullsi, madje mblidhte edhe familjarët që ta dëgjonin së bashku. Pas saj kanë mbetur 3 djemë dhe 4 vajza. Shumë prej nipërve dhe mbesave të saj janë të dedikuar përjetësisht, pra vakfi zindagi. Djali i saj, Tahir Ahmed Saifi Sahibi, është misionar i xhamatit, ndërsa vajza e saj, Amatur Rashid Sahiba, është bashkëshortja e një misionari të xhamatit në Lusaka, Zambia. Ajo ndodhe në Lusaka kur nëna e saj ndroi jetë, prandaj nuk mundi të shkojë të marrë pjesë në varrimin e as ta shoh gjenazen. Allahu i Madhërisht edhe asaj i dhën durim dhe kuraje dhe të ndjerën e mëshiroft dhe e falt. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر